Okej, ta faleminderit për këtë koment edhe për këtë apel padyshim se vlen bërën apele të tilla. Por do ndalemi pak fillimisht Ertan tek vrasja e Renato Hoxhait. Vrasja e Renato Hoxhait në ditën e diel në mëngjes, koincidencë, kem qenë në Vlorë që premten e javës kaluar. Dhe Vlora duke një qytet shumë i qetë, domethënë që është në pritje të sezonit turistik, me ato problemet e veta, me bypassit që s'është hapur, me tunelin që rri mbyllur, me rrugën e radhimit që është shpartalluar në katër anët, por brenda qytetit duket në një normalitet, pra nuk ka problematike që ka patur një dekadë më parë, pra krimi ordiner, ai që ndjen qytetarët, krimi rrugës, është shumë minimal, gjë që ndodh për shumë faktor, edhe vetë shqiptarët tashmë më të ndërgjegjësuar, nuk ndodh më ajo që ndodhte në të kaluarën. Ne shoh turistët në çdo orë të ditës apo të natës, të qetë, duke lëvizur qetësisht, duke qëndruar nëpër lokale, duke festuar, ku diun, por pa ndodhur asnjë incident. Përveç asaj që ne shohim, pra kjo që është pjesa e dukshme e qytetit, pjesa e padukshme është ajo që tashmë është pjesë e rivalitetit mes grupeve që operojnë në qytetin e Vlorës, që kanë më shumë se 2 dekada, madje një pjesë e tyre i ka rënjë nga 97-ta. Janë pjesë të grupeve të 97-s, të cilët më vonë u shpërndan dhe e kryuan vetë, sepse 97-ta i gjeti 18, 19, 20 vjeç. Por ajo i nxori nga rruga. Pra ti thua që grupet 97-s janë ende aktive në Vlorë? Pjesëtar të grupeve 97-s kanë krijuar tashmë grupet e veta dhe kanë ngelur në po quajnë thojza në atë industri. Patjetër që Vlora është një qytet që ka patur, ka dhe do të ketë gjithmonë interes nga krimi organizuar për të kontrolluar, është një port shumë i rëndësishëm, është një zonë me shumë interes për shkak të pozicionit gjeografik dhe strategjik që ajo mban, po ashtu është zona me fluksin më të lartë të industrisë të turizmit dhe të ndërtimeve në atë zonë, dhe kemi parasysh një nga objektivat që ka krimi organizuar është paraja, kështu që prandaj ata janë prezente aty gjithkohë. Për të mos thënë tjetër që një pjesë e mirë e grupeve të Vlorës janë në aktivitet tashmë jashtë territorit të Shqipërisë, me aktivitet sidomos në fushën e narkotikëve, dhe janë prezente dhe janë shumë fuqishëm, dhe i kam gjetur që nga Amerika Latine, në kontinentin evropian, në Dubai, por sidomos në Europë, në Spanjë, Belgjik, Itali, që janë zona tipike të veprimit tyre, dhe sa më shumë ata janë fuqizuar ekonomikisht, aq më tepër ka bërë që ata të kenë burime njerëzore më shumë, burime financiare po të kenë edhe logjistik. Dhe kjo i bëri që përplasja mes grupeve në Vlorë të ishte kaq e frikshme, kujtojmë vitet 16-18, pra 2016-2018. Që kishte shumë të zhdukur. Patëm 16 persona të rrëmbyer dhe të zhdukur. Që ende nuk dihet me qytet jo. Sa ngjet më. Për fat keq në Vlorë ende nuk ka patur një bashkëpunëtor të drejtësisë të nivelit që mund ta ndihmonte drejtësinë për të shkuar drejt zbardhjes së këtyre ngjarjeve, se vërtet janë ngjarje shumë të rënda. Dhe ki parasysh çdo ngjarje aty ku ngelet e pa zbardhur, është premis për një ngjarje tjetër. Dhe ngjarjet në Vlorë, nëse shikoni, janë fare nëse do të ti zbulosh vetëm diç kronologjinë atyre dhe krijon një ide se çfarë po ndodh. Pra, un kam një batutimin për Vlorën, them që në Vlorë tërhiq litarin, gjeje ku është litari, tërhiq litarin dhe i ke rresht pastaj. Vetëm gjeje ku është ai litari dhe tërhiqe dhe i ke ngjarje të rradh. Ka qenë një kohë kur në qendër vëmendjes ishin grupet e fushkrujës, kjo pjesa Niklos, pra Trekëndshi Bermudës që e quanin në Tiranë, fushkuqe Durrës, dhe një nga këto personazhet e famshëm të krimit organizuar në zonën e fushkrujës, pati thonë që shiko, kot na bini qafi juve, pra youth medias neve të fushkrujës. Se ne thjesht dim të vrasin, pa ta në Vlorë din dhe të zhdukin. Se ishte koha që nuk po gjendesh as kufomat. Nuk bëj fjalë makinë e djegur, po s'kish kufon fare. Dhe ishin këto ndaluan në një moment kur për fat mirë siguruan videot, ka qenë video e rrëmbimit të Elvis Troqës. Dhe kur u publikua ajo, nga ai moment e mbrapa nuk pati më ngjarje të tilla në Vlorë. Pra nuk pati më humbje dhe zhdukje të kufoma. Si ishte problemi, mbajmend ka ndruar jetë baba Elvis Troqës, por me i peng shumë të madh. Ai që ditën e parë që kishte ndodhur ngjarje, ishte i bindur që djalin e vet nuk do ta gjende më, se nuk mundohet ta mbaja me kuraj, që shikos ata mund ta kthejnë. Ai ishte i bindur, ai tha thjesht dua kufomën, tha që të kem ku ta qaj.
gjë që ai ndroi jetë dhe nuk e pati. Ka ikë në botën tjetër me foton e të birit edhe kur kam çuar në arkivor, ka pas foton e të birit në gjoks. Dhe sot e kësaj dite nuk ka asnjë të dhënë për kufomën për ky djalë që kishte nga pjesa dërmuese e viktimave në atë kohë ishin persona që sapo ktheheshin nga Belgjika. Meqense grupet e Vlorës po rivalizonin fort në Anvers, që ishte porti kryesor i zbarkimit të kokainës në Europë. Dhe më vonë atëre hetuesit belg, mediat belgje kanë ardhur këtu, kam prodhuar dokumentar, kam prodhuar histori, pikërisht për këtë gjë. Dhe në një nga intervistat që më dhënë atëre kanë thënë që nëse ju nuk kujdeseni dhe nuk interesoni se çfarë po ndodh në Vlorë, atëre shumë shpejt ju do mblidhni kufomat e kësaj lufte në Belgjik. Dhe në fakt kështu ndodhi, pastaj fillon vrasjet në Belgjik.